Një ndër pika tjera që i kom nënvizu nga shumë shkrimet tuaja që i kemi në rrjetet sociale, është edhe revolta jote ndaj standardeve të dyfishta që thëhet edhe është Islami qenë ka antishkencor. Ata e quajnë Islamin antishkencor. Po, më varet, kjo është një nga, nuk është argument aq i shpesht, ndikimi i supozuar negativ i Islamit nga jo në lidhje me zhvillimin, me shkencën, me shkollimin, këtë më shumë e kom hetuar tek disa shtete tjera, për ndikimin negativ të Islamit mbi zhvillimin e shoqërisë, më shumë e kam hetuar themi tek laicizmi turk dhe më sa e kam vënë edhe tek ai tunizian. Tek shqiptarët kjo është argument dytësor, argument normal, argument kryesor është ndikimi negativ mbi kombin, por pjesërisht tek disa përmendet edhe kjo, që do thonë efekti negativ i Islamit mbi shkencën, mbi shkollimin, që nëse ka diçka të vërtetë aty, ajo tash realiteti është se aktualisht sistemi i bashkërisë islame, ndoshta edhe nga stigma, nga vetë turpi që ndjejnë themi për të kaluarën kur mund të kenë qenë kështu. Tash janë duke vazhdimisht bën thirrje për shkollim masiv. Ndërkaq nuk është se në të kaluarën edhe të tjerët ishin kështu disa më të përparuar. Analfabetizmi, mos shkollimi ishte diçka e shpesht në realitetin e të kaluarës. Për ja, dhe nëse themi që një kohë të caktuar, kleri Islam ka pasur ndikim negativ në këtë aspekt, në të tashmen, ai ndikim më është të kaluar që moti, dhe tash ka shumë musliman praktikant dhe jo praktikant, që janë të apasionuar pas shkollimit, pas shkencave eksakte, ka plot, dhe është pikërisht e kundërta tash ajo që bëhet, duke u përpjekur të bëhen më katolik se papa, në ndonjë vend dikujt i ndalohet të ndjek shkollimin për shkak të veshjes që e mban, veshjes fetare që e mban, që është robitja tash kush është pengesë e shkollimit të femrës, për cilën gjithmonë na kanë akuzuar. Për cilën së kësaj dite e kanë si një nga pikat kryesore.